diskutojmë me eksperten e ekonomisë, zonjën Suzana Guxholli. Ju përshëndes. Përshëndetje. Si e shikoni rolin e qeverisë shqiptare, pra a është e vënuar në marrjen e masave në këtë pikë që jemi, pra kemi çmimin e naftës tavan tashmë dhe të fiksuar në 118 lek, por çmimi i produkteve të shportës po ashtu ka pësuar një rritje të ndjeshme, duhet thënë. Po, siç e thatë edhe ju në pyetje, ndërhyrja e qeverisë shqiptare është e vonuar, sepse kjo është e fundit nga vendet e rajonit që filloi të lëviz kur efekti i luftës në Iran ka prekur ekonominë botërore. Po të shikojmë vendet e përreth, ata e filluan me njerë, bile filluan me masa parandaluese, pa i ditur që në ditët momentet e para se ç'do të ndodhte. Këtu flitet për vendet ekonomitë e zhvilluara të Evropës, po edhe vendet e rajonit, ekonomi më pak të zhvilluara, e ndoqën me njerë këtë trend, ndërmorën këto hapa, duke filluar të prekin rezervat që i kishin tashmë të konsiderueshme, apo duke vendosur kufizime për çmimet e karburanteve, të cilat janë një pjesë kryesore e kostove të produkteve të tjera. Dhe siç e thatë ju, karburantet e të gjitha llojeve janë të lidhura me elementin në kosto që quhet energji dhe prek si bizneset ashtu edhe buxhetet familjare. Karburanti dhe transporti njëkohësisht, që është ndikuar në mënyrë të menjëhershme dhe shumë të dukshme nga rritja e çmimit, janë një zënje peshë specifike të madhe në kostot e shumë produkteve. Për fat keq, përveç kësaj influence të menjëhershme